Partitë politike në pushtet promovojnë nacionalizëm, veçanërisht gjatë fushatave zgjedhore, konsideron Petrit Saraqini nga Civil. Gjën e fundit që kamera e televizionit 21 regjistroi ishte një plakat me figurën e liderit të BDI-s, Ali Ahmetit, gjatë kohës kur ka qenë pjesëtar i ushtrisë qëllimtare kombëtare. Besim Koka, kryetari i degës së BDI-s në Çajir, thos se BDI vazhdimisht promovon vlerat e UÇK-s dhe për këtë gjë ata janë krenar. Ai shton se BDI ka dalë nga UÇK-ja. Sipas aktivistit Saraqini, ky është një kurt në të cilën votuesit nuk duhen të bien viktim. Na tregon se ai përsëri do të kthehet dhe të rikujtoj simpatizuesit e tij, por edhe ata ndaj të cilëve pledon që t'i marrë votat e tyre, se ai është po ai i njëjti njeri i cili ka qenë diku në mal dhe ka luftuar për të drejtat e shqiptarëve. Mirë po ta shohim veprimtarinë e BDI-s në gjatë kohës që ka kaluar në pushtet, do të shohim se shumë prej atyre idealeve për të cilët deklarohej krahu politik i UÇK-s, pragma politike i shbëri dhe ata bën shumë kompromise në dëm të qytetarëve shqiptar. Në listat e kandidatëve për deputet të VMRO-DPMNE-s është edhe Johan Tarçullovski, i cili ishte i dënuar për krime të luftës, të bëra ndaj civileve në fshatin Luboten në vitin 2001. Nga kjo parti thonë se ky është kandidat i cili denjësisht do të përfaqësojë partinë në këtë njësi zgjedhore. Sipas Aleksandr Dashtevskit, kandidatura e Tarçullovskit nuk luan një rol të madh, edhe pse ai do të kërkojë vota në njësinë e dy zgjedhore, pjesës së cilës është edhe fshati Luboten, ku në vitin 2001 Tarçullovski ka marrë pjesë në luftime. Postohem dhe kësit e tije smeta dhe këto akim. Supozoj se partitë mendoj se gjithë kjo do t'ju ndihmoj gjatë fushatës. Është e vërtetë se Johan Tarçullovski u dënua nga gjykata e Hagës, por te ne kjo nuk luan rol të madh. Me këtë supozoj se do marrin pikë në plan nacional. Gjithashtu BDI-u bë parti shumë pacifiste dhe megjithëse tani ata kanë nevojë për material të tillë reklamues. Aktivistët konsiderojnë se qytetarët duhet të kërkojnë nga partitë politike programe, ku do të adresohen problemet e tyre reale. Sipas tyre, nacionalizmi është ushqim për të varfërit, me të cilat partitë politike manipulojnë lekët dhe ikin nga problemet e vërteta të qytetarëve. Në konventën e BDI-s bartet si listë Sartan Grupi, thiri UÇK, me çrast ky gest i tij u dënua nga një numër i madh aktivistësh civil. Grupi ndërkaq me përgjigje se UÇK drejton me qeverinë, kuvendit dhe me komunat. Mirëmbrëma gjithëve. UÇK!